gjitha është se marrëdhënia e shqiptarit me Shqipërinë duhet të ripërtrihet. Duhet të rikthejmë shpresën e humbur në këtë dekadë, duhet luftojmë shpopullimin. Ky mision mund të arrihet vetëm nga një parti demokratike ripërtrirë. Kur të shqiptarët të shohin se kjo parti u ripërtri, ata do të kuptojnë se ne do ripërtrin edhe Shqipërinë. Pra, ripërtritja jonë është kushti themelor për të fituar besimin masiv të shqiptarëve. Dhe të jemi sinqert, sot çdo demokrat duhet të jetë i frymëzuar për ripërtritjen, sepse i kaluam ne të gjitha vështirësitë, njëra pas tjetrës. Dhe tani kemi hyrë në një fazë ku duhet jemi në sulm, ku duhet jemi në kilometrin e fundit të sigurt drejt fitores. Kundërshtari ynë ka 29% rënje në sondazhe, pra është në vdekje politike. Edhe ndërkombëtarisht, Edi Rama ka vdekur politikisht. Është shkonfiguruar. U shpërbë para syve të opinionit publik ndërkombëtar se shqiptarëve po e po. Çdo gazetar që hyri në zyrën e tij doli i bindur se ky është i skaduar. Ky është i shpërftyruar. Ai ka vdekur politikisht. Të gjitha këto duhet të frymëzojnë çdo demokrat, por mbi të gjitha duhet të japin motivimin për të çuar përpara procesin më etik që kemi nisur, ripërtritjen. Miq, ka një gjë në themel. Si duhet ta kuptojmë ne ripërtritjen? Se cili nga ne? Një ripërtritje të vetvetes në radhë parë. Partia Demokratike ka një potencial të jashtëzakonshëm njerëzor. Ka personalitete me merita. Ka drejtues të sprovuar. Por ka vetëm një kusht që këta